Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum wa qtada bihadyihim ila yawmiddin thumma amma ba'd. E falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për çdo mirësi dhe begatime të cilën na ka pajisur në jetën e kësaj bote. Përshëndetjet tona të përzemërta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve muslimane që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësitë e Allahut Gjelle Gjelaluhu qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mbi zotrov gjithmonë imani në zemrat tuaja. E lutim Allahun Azza wa Jall që rinin ton ta forcojë në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit. E lutim Allahun Azza wa Jall që gjithë ata të cilët janë të semur, Allahu të shëroj. Gjithë ata të cilët janë të paullzuar, Allahu Azza wa Jall në rrugën e tij të udhëzoj. E lut Allahun Azza wa Jall para kësaj ligjërate që çdo person i cili ka brenga dhe të lashën në mesin e muslimanëve, Allahu Azza wa Jall ato t'ia zgjidh. Amin ya rabbel alamin. Jemi në takimin ton javor për të mësuar edhe më për një temë shumë të rëndësishme, një temë shumë të nevojshme, për këtë kohë e cila është kohë e sfidave, kohë e vështërsive, kohë e fitneve dhe sprovave të mëdha, kohë ku njeriu shumë lehtë mund të devijojë nga rruga e drejtë. Jemi në një periudhë dhe në rrethana ku servohen haramet, servohen shumë letë dhe shumë lirë ato të cilat nuk e kënaqin Allahun Azza wa Jall. Jemi në një kohë kur ta mbash Islamin është sikur të ta mbash një gacë në dorë, ashtu siç edhe lajmëronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj muslimani duhet të jetë vigjilent, të hap sytë mirë dhe veshët se ku po e hedh hapin e tij, se ku po e vendos këmbën e tij, se si po e nxjerr nga goja fjalën e tij. Andaj jemi këtu së bashku për të trajtuar sëmundjet e zemrës dhe ilaçet të cilat mund t'i përdorim për ta pastruar këtë zemër, për ta filtruar dhe për ta afruar tek Allahu Azza wa Jall. Dhe pasi që kemi përmendur në ligjëratat e kaluara disa prej sëmundjeve të rrezikshme të zemrës, atëherë kemi filluar edhe për ato që quhen ilaç ose shërues të zemrës, ku kemi përmendur pendimin, kemi përmendur dhikrin ndaj Allahut subhanahu wa taala, kurse sonte me lejen e Zotit fuqiplot do të flasim për Kur'anin si ushqim i zemrës, Kur'anin si pastrues i zemrës, Kur'anin si shërues dhe përmirësues të zemrave tona, Kur'anin si pranverë të zemrave tona. Andaj, Kur'ani, libri i Allahut Azza wa Jall, mëse i domosdoshëm për çdo musliman dhe muslimane, ilaç për zemrat e njëllosura me mëkate, zgjim nga gjumi për ata të cilët e harruan Allahun Azza wa Jall, dridhje dhe rënqethje e trupave dhe zemrave të muslimanëve të sinqert, shërues për ato zemra të cilat janë fundosur në humnerën e mëkateve në jetën e kësaj bote. Kur'ani famëmadh është shumë i nevojshëm për gjithë neve, për ta lexuar, për ta medituar, për të mësuar për kufijtë e Allahut Azza wa Jall dhe për ta gjetur çdo përgjigje që na brengos në jetën e kësaj bote. Andaj, zemra e cila është me mëkate, zemra fundosur, ka nevojë që të lidhet me fjalën e Allahut. Për këtë arsye, Kur'ani famëmadh
si që thanë edhe djetarët islam, është kelamullah, fjale Allahut azza wa jall, ghayru makhluq, dhe nuk është e krijuar. Fjale Allahut, por nuk është e krijuar. Është mu'jize, është mrekulli, prej mrekullive më të veçanta që ju dha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Gjibril. Dhe nuk ka ndonjë mrekulli që mund të krahasohet me mrekullin e Kur'anit që Allahu azza wa jall ja zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira. Kur'ani fjala e Allahut, mrekulli e zbritur nga ana e Allahut azza wa jall nëpërmjet melekut Gjibril tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira, al-maktubu fil masahif, është i shkruar nëpër mushafe të ndryshme. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, dhe është pra konsiderohet leximi i tij, shikimin e të adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Fillon me surën Al-Fatiha dhe përfundon me surën An-Nas. Pra kjo në përgjithësi është definicioni të cilën e ka përmendur dietarët ton islam. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë ajete kuranore na udhëzon drejt kapjes për librin e Allahut azza wa jall, si shërues i zemrave, si pastrues dhe përmirësues i zemrave. Allahu subhanahu wa ta'ala në një gjendje të rënd psiqike dhe shpirtërore i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila." O ti mbuluar, që ngritu dhe fal namaz tër natën, përveç se pak. Derisa vjen tek ajeti kuranor: "Wa rattil al-Qur'ana tartila." Dhe ti Muhammed lexoje Kur'anin me një lexim të qartë, me një lexim të kuptueshëm, me një lexim që nuk largohet dhe nuk ka ndryshueshmëri, me një lexim të cilët nuk i ndryshojnë shkronjat, me një lexim të cilët nuk i ndryshojnë zanoret, me një lexim i cili është lexim siç ta ka mësuar ty Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe ata të cilët ndryshe njihen si qurra, lexuesit më të mirë të Kur'anit famëmall prej dietarëve të mëdhej të Islamit, përmes këtij ajeti kuranor kanë thënë se zbatimi i tajvidit dhe bukur leximit të Kuranit si në namaz si jashtë namazit është obligim. Saqë njëri prej tyre i njohur si Imam Ibnul Jazari në njërin prej poezive të tij ka thënë: "El-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu ala man lam yujawwid al-Qur'ana athimu." Dhe marrja ose praktikimi i tajvidit, bukur leximit të Kuranit është diçka e prerë. Dhe ai i cili nuk e kënon Kur'anin me tajvid konsiderohet mëkatar. Për këtë arsye kanë thënë se për atë i cili ka mundësi zbatimi i tajvidit të Kur'anit ashtu siç i ka zbritur pejgamberi alayhis salam është prej obligimeve që duhet ta kryej muslimani dhe muslimania, dhe këtë mendim normalisht që nuk e kanë edhe fukahat e Islamit, sidomos për masën e gjerë të xhamatit që shumica prej tyre normalisht edhe nuk e dinë rregullat e tajvidit. Por sido që tjetë, Allah azza wa jalla thot pejgamberit alayhis salam: "Wa rattil al-Qur'ana tartila." Kur ta lexosh Kur'anin, lexoje me një lexim të kthjellët, një lexim të qartë, të kuptueshëm, duke mos i lakuar rregullat që ti ka mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allah azza wa jall këtë libër që për neve është shërues, është përmirësues, ne ka garantuar që do ta mbrojë. Andaj duhet kapemi për ti, duhet ta meditojmë atë, duhet ta mësojmë atë. Ku Allah azza wa jall na tha: "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Është vërtet që ne kemi zbritur edhe Tevratin, edhe Zeburin, edhe Injilin, por të gjitha këto i ndryshuan njerëzit. Pse? Sepse ne nuk garantuam për to. Por neve, tha Zoti, garantuam për Kur'anin. Ne kemi zbritur atë dhe ne do ta mbrojmë atë. Dhe subhanallah, sadakallah, Allahu e ka thënë të vërtetën dhe gjithmonë e thot vërtetën. Ku edhe sot, në periudhën që neve po jetojmë, e që 1500 vite që ka zbritur Kur'ani Adhimu Sha'n,
nuk ka ndryshuar asnjë shkronjë dhe asnjë zanore e tij, sepse Allahu dëshiron që këtë Kur'an ta mbrojë nga mendjet e njerëzve, ku miliona e miliarda hafuza kanë kaluar dhe kanë vdekur e një pjesë janë të gjallë, e mbajnë në mendjet e tyre, në zemrat e tyre, prej surës El Fatiha e deri te surja Nas, duke mësuar 114 sure, 30 gjuza, 6236 ajete dhe duke mësuar sikur se ta din emrin e tyre. Kjo është njëra prej formave më të fuqishme, më të dallueshme, që e dallon prej umeteve të tjera Kur'anin si mugjizë, si mrekulli, dhe neve si umet i Kur'anit, dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber cilët i zbriti Kur'ani. Andaj, nuk preku Kur'anin diçka, përveç se e madhështoi atë. I zbriti pejgamberit u bë pejgamberi më i dashur. Zbriti Kur'ani në muajin e Ramazanit u bë prej muajve më dashur. Zbriti Kur'ani në natën e Kadrit u bë prej natëve më të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Pra Kur'ani zbriti tek ne si musliman, si umet i pejgamberit alayhis salam, dhe neve u dalluam si umet prej umeteve të tjera. Andaj, zemrat e trazuara duhet të lidhen me këtë Kur'an, sepse Allahu na privilegjoi, Allahu na begatoi me zbritjen e tij, me ajetet e tij. Andaj në Kur'an do gjesh margaritar dhe perla të fuqishme që ti do të kesh nevojë për to në jetën e kësaj bote. Gjithashtu, zemrat do të lidhen me të, sepse lidhja me Kur'anin është tijaret, është tregti me Allahun Azza wa Jall. Siç thot Allah Azza wa Jall në surën Fatir, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tha më të vërtetë ata të cilët e lexojnë librin e Allahut Azza wa Jall, Kur'anin, dhe e falin namazin, dhe japin me atë që i kemi dhënë ne fshehurazi dhe haptas, ata pse i bajnë këto gjana? Yarjuna tijaratan lan tabur, sepse shpresojnë në një tijaret që s'ka me i hub kur. Shpresojnë në një tijaret që ka me i pru kapital shumë të fuqishëm. Kur'anin, leximi, lidhja, meditimi dhe puna me të janë tijareti më i madh që njeriu mundet me bë me Allahun subhanahu wa taala. Allahu na garantoi që tijareti me të, tregtia me të nuk do të humb, nuk do të ketë humbje kursesi. Për këtë arsye, kemi shumë fjalë të dietarë, kemi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë për vlerën e Kur'anit. Transmetohet nga Uthman ibn Affan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i miri për ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe atë u mëson të tjerëve. Është më i miri për ju sepse në esencë lidhja me Kur'anin të bën njëri më të mirë. Është më i miri për ju sepse në ato ditë dhe në ato kohra kur fëmijët luajnë dhe defrehen në jetën e kësaj bote, ti angazhohesh me Kur'anin. Është më i miri sepse në ato ditë kur të tjerët punojnë dhe fitojnë riskun e tyre, ti je i lidhur me Kur'anin. Ti je më i mirë prej tyre sepse ato ftyrat e cilat janë duke u merrur me jetën e kësaj bote nuk janë ftyra me nur dhe me dritë, kurse ti vazhdimisht ditën tënde e çon duke u lidhur me librin e Allahut. Andaj padyshim që fytyra jote do të ndriçojë. Padyshim që kjo fytyrë do të dallohet në mesin e njerëzve. Padyshim që dituria me cilën të jep Kurani, mbamendja që të jep Kurani, karakteri që ta krijon Kurani në vetveten tënde, do të dallojë dhe do të bëjë njëri më të mirë se sa të tjerat. E pastaj kjo mirësi do të zgjerohet edhe më tepër kur ti fillon që këtë mirësi e shpërndan me tjerët, u mëson edhe të tjerëve. Andaj ka mirësi më të madhe, ka begati më të madhe se sa ta mësosh fjalën e Zotit dhe atë tu mësosh edhe të tjerëve, që çdo shkronjë, që çdo shikim i tyre me Kur'anin do të shkojë një sevap dhe një shpërblim edhe ty. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mahiru bil Qur'ani ma'a as-safarati al-kirami al-barara." Tha, ai i cili lexon rrjedhshëm me Kur'an është bashkë me laçet e nderuara dhe të respektuara. Ndërsa ai i cili
e lexon Kur'anin me vështërsi, nga që nuk i zotron mirë rregullat, i ka dy shpërblime. Këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi. I ka dy shpërblime, shpërblimin e mësimit të Kur'anit dhe shpërblimin e ngecjes në Kur'an dhe vështërsive që i has pra në leximin e Kur'anit. Andaj, një pjesë e madhe njerëzve fatkeqësisht, në momentin që fillojnë që të lodhen paksa dhe të mos i kuptojnë mirë shkronjat të Kur'anit, u vije shejtani në mendjet e tyre dhe ju thotë që braktisni dhe lënë sepse kjo nuk është për juve. Ju jeni të paafta mësoni atë. Pejgamberi sallallahu po na thotë që pikërisht ai i cili ka vështirësi në mësimin e Kuranit, pikërisht ai i cili belbezon në leximin e Kuranit, ai ka shpërblime më të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj vazhdoje këtë rrugë. Mos u dëshpëro, mundohu, Allahu do ta lehtësoj sepse Allahu tha në njërin prej ajeteve kuranore, ne e kemi zbritur Kur'anin, ne e kemi bërë të lehtë, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir. Ne e kemi bërë të lehtë për ta mësuar Kur'anin, a ka kush që mëson atë? Allahu na garantoi mbetet për neve sinqeriteti dhe puna për të arritur rezultatin pozitiv. Gjithashtu transmetohet nga Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra duke e pyetur Abu Dharri ka thënë, ja Rasulullah, më këshilla. Tha, të këshilloj që të kesh frikë Allahun azza wa jall, sepse kjo është gjëja kryesore. I thash, shto ja Rasulullah, zidni, më shto diçka prej këshillave, ja Rasulullah. Tha, lexoje Kur'anin sepse ai është nur për ty në tokë, është dritë për ty në tokë dhe është krenari për ty në qiell. Gjithashtu transmetohet edhe nga Ibn Abbasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal-bayt al-kharib. Ai që në zemrën e tij nuk ka diçka lidhje me Kur'anin ose diçka nga Kur'ani, ai është sikurse një shtëpi e shkatruar. Ai është sikurse një shtëpi e shkatruar që nuk jeton askush në të, nuk e ka pamjen e mirë dhe nuk ka bereqet në të. Andaj zemrat tona nuk do t'i lëm të vdekura, do t'i ngjallim, e ngjallja më e mirë e tyre është lidhja me Kur'anin famë më madh. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që tek Allahu azza wa jall ai ka njerëz të veçantë. Zoti pra pranë tij ka njerëz të veçantë që i dallon prej të tjerëve. Pastaj i thanë sahabët, ja Rasulullah, e kush janë ata? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal, hum ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuh. Ata janë praktikuesit dhe lexuesit dhe medituesit e Kuranit famë madh. Ata që janë të lidhur me Kuranin, ata janë, tha, njerëzit e veçantë dhe të zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, a nuk është privilegj për ty që përmes leximit të Kuranit ti të jesh i dalluar tek Zoti, të jesh i zgjedhur tek ai pra në mesin e njerëzve. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Mas'udi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me të vërtetë Kurani është përmbledhje mirësive, ku ka mirësi të shumta. Mësoni prej tij sa të mundeni. Me të vërtetë ky Kur'an është hablullahil metin, është litari i fuqishëm i Allahut subhanahu wa taala dhe tepër i fortë që kurrë nuk kaputet. Është dritë e qartë, është shërim i dobishëm. Është mbrojtje për atë që kapet pas tij, është shpëtim për atë që ndjek. Kuranit kurrë nuk i shterojnë misteret. Lexojini sepse Allah ju shpërblen kur e lexoni atë me 10 sevape për çdo germ. Andaj në hadithe tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk po them elif lam mim është një shkronjë, por elif është një shkronjë, lam është një shkronjë, mim është një shkronjë që për secilën shkronjë kemi nga 10 sevape. Andaj nëse lexojmë elif lam mim i marrim 30 sevape në mënyrë automatike. Andaj paramendojeni, ai i cili e mëson prej fillimit deri në fund, ai i cili e lexon prej fillimit deri në fund, sa shpërblime për çdo germ që e ka lexuar do t'i fitoj përmes Kur'anit famë madh. Andaj, në qoftë se s'ke pasuri për dhënë sadaka, në qoftë se Allah azza wa jall nuk ta mundsoj haxhin sepse je i varfër, në qoftë se nuk ke mundësi që t'japësh kefaret për agjërimin që s'ke mundësi ta agjërosh,
atëherë Allahu ta ka mundsuar një ibadet të veçantë, një ibadet të bukur, që është leximi i Kuranit, që për çdo shkronjë i ke pra nga 10 sevape. Andaj, këto janë vetëm disa prej teksteve që na mëson Allahu dhe i dërguari i tij për vlerën e Kuranit, që zemrat tona do të nxitojnë në meditimin, leximin dhe kapjen për librin e Allahut, litarin e fuqishëm që nuk këputet kurrë. Të nderuar vëllezër dhe motra, shkojmë në shkputje të shkurtër për të vazhduar me temën tonë, Kurani, ushqim i zemrës. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke mësuar me njëri tjetrin për vlerën dhe rëndësinë që e ka Kurani fa më madh në jetën tonë, sidomos në zemrat tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërin prej haditheve të sakta dëshiron që të na tregoj dallimin dhe vijen klasifikuese për ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe ata të cilët nuk e lexojnë Kur'anin. Për munafikët të cilët e lexojnë Kur'anin dhe ata të cilët nuk e lexojnë Kur'anin. Duke e vërë në pa dallimin që njerëzit e kanë tek Zoti, varësisht prej lidhjes ose shkputjes me Kur'anin Allahu shan. Andaj në njërin prej haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari, thotë shembulli i besimtarit që e lexon Kur'anin është sikur se shembulli i portokallit, që ka aromë të mirë dhe shije të këndshme. Shembulli i besimtarit që nuk e lexon Kur'anin është sikur se shembulli i hurmës, që shijen e ka të mirë, por nuk ka aromë. Pra dhe ky besimtar, tek Zoti është i mirë si besimtar, por nuk ka shije, ashtu si që klasifikoj pejgamberi sallallahu me hurmen e cila ka shije, por nuk ka aromë. Vazhdon pejgamberi sallallahu duke thënë shembulli i munafikut, i hipokritit që e lexon Kur'anin, është sikur se basili, që aromen e ka të mirë, por shijen e ka të keqe. Ajo që është e mirë prej munafikut është vetëm nxjerrja e fjalëve që janë fjalë të Allahut, leximi i fjalëve të Zotit, kjo është e mira. Përndryshe, ajo që ka në zemrën e tij është gjithsesi shumë e keqe, andaj është sikur se basili që aromen e ka të mirë, por shijen e ka të keqe. Shembulli i munafikut që nuk e lexon fare Kur'anin është sikur se shembulli i Handhales. Handhale është një pemë e egër që shijen e ka shumë të keqe, por të njëjtën kohë nuk ka aromë. Andaj, kja bëjmë pyetje secilit vetvetes. Në cilën prej këtyre kategorive jeti? A je në kategorinë e besimtarit që edhe ka shije edhe ka aromë? Apo në kategorinë e besimtarit i cili ka aromë po s'ka shije? Apo fare, as nuk ka aromë e as nuk ka shije? Varet prej teje. Në qoftë se deri tash vlla dhe motër e nderuar, ke qenë gafil dhe i pakujdesshëm, e pakujdesshme në raport me Kur'anin, unë të garantoj që në qoftë se me sinqeritet fillon ta mësosh librin e Zotit, e ndon se ti mund të arsyetuosh që nuk e din gjuhën arabe dhe gjuha arabe është për hoxhallarët, mësimi i leximit të Kur'anit nuk ka lidhje me gjuhën arabe. Ka lidhje vetëm mësimi i shkronjave. Dhe nuk është me patjetër që ti mësosh shkronjat për ta mësuar gjuhën arabe. Andaj një pjesë e madhe e njerëzve që janë hafuz të Kuranit fare nuk din prej gjuhës arabe, por janë hafuz të Kuranit dhe kanë mësuar leximin e Kuranit, sepse janë gjëra të ndara. Andaj unë të garantoj që nëse je sinqert dhe dëshiron ta mësosh librin e Zotit për ta lexuar, atëherë ti ke mundësi ta bësh për një muaj vetëm. Dhe neve kemi pasur raste prej njerëzve të cilët tashme kanë kaluar në botën tjetër. Kur kanë arritur moshën 70 deri në 73 vjeç, kanë filluar që ta mësojnë Kur'anin, kurse gjatë jetës së tyre të shkurtër që ju kanë mbetur, i kanë kryer 9 apo 10 hatme. Unë vetë personalisht kam pasur nxënës të cilët kanë qenë arsimtar dhe mësues të gjeneratave të ndryshme, pra në një lëndë të caktuar siç është kimia, dhe në fund pas pensionimit në arsim ka ardhur
i ka përvjelur mëngët e tij dhe e ka mësuar leximin e Kuranit dhe tashmë ai ka kaluar në botën tjetër, Zoti qoftë i kënaqur me të. Andaj kemi raste të gjalla të njerëzve me ambicie të mëdha, të cilët në moshën e tyre të shtyrë e mësuan Kur'anin. Ti si i ri, ti si e re në moshën më të mirë dhe më të bukur, pse nuk e ke këtë mundësi? Pse ja humb vetit gjithë këtë bagazh të madh të sevapeve të mëdha? Pse ja humb vetit mundësinë për të shlyer Zoti gjunat që i ka bërë në kësaj bote përmes leximit të Kuranit? Pse ja humb vetit mundësinë që Kurani të jetë për ty ndërmjetësues në ditën e gjykimit? Qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit vjen Kurani ndërmjetësues për atë që e ka lexuar. Andaj meditoje dhe mendoje mirë, andaj kthehu shpejt tek libri i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu transmetohet një fjalë e artë nga Ebu Huraira, njëri prej transmetuesve më të mëdhenj të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, dhe këtë është mirë ta dëgjojmë secili dhe ta meditojmë. Në atë shtëpi ku lexohet Kurani, e fatkeqësisht shumë shtëpi prej muslimanëve lere që nuk lexohet, por as nuk dëgjohet Kurani. Dhe në momentin që në televizionet tona hapet leximi i Kuranit, me njëherë vjen një zej lartë nga familjarët, ndroje sepse ne nuk kemi hoxhallar. Në atë shtëpi ku lexohet Kurani, jeta ka gjallëri. Shtohet mirësia në jetën tonë. Prezantojnë me laiket dhe largohen shejtanët. Ajo që është fatkeqësi më e madhe tek populli ynë është që e dini kur i hapin televizionet e tyre për Kur'an, kur së muret dikush prej familjarëve nga e xhenet ose shejtanët, dhe pastaj duhet të detyrohen që ta përdorin si terapi lëshimin e Kur'anit nëpër shtëpitë e tyre. Pra një pjesë e madhe e muslimanëve vetëm në vështirësi dëgjojnë Kur'an. Ebu Huraira tha, kush dëgjon Kur'an dhe lexon në shtëpitë e tyre, jeta ka gjallëri, prezantojnë me lajket, largohen shejtanët për asaj shtëpie. Sidomos kush e lëshon dhe dëgjon dhe lexon surën Al-Baqara në atë shtëpi. Ndërsa, në atë shtëpi ku nuk lexohet Kurani, vështërsohet jeta, paksohet khajri, nuk prezantojnë me lajket, por prezantojnë e xhenët dhe shejtanët, dhe nuk ka bereqet jeta. Andaj kjo fjali e Ebu Hurairës është për të marrë seriozisht dhe për ta marrë si ilaç në jetën tonë, si sukses për jetën tonë, si sukses ndaj brenga dhe kundër brengave tona që kemi dhe të lashave në jetën e kësaj bote. Andaj, këtë gjë që e ka thënë Ebu Huraira e din vetëm ata që e shijuan Kur'anin, u lidhen me Kur'anin familjarët. E kuptuan gjatë jetës së tyre që lidhja me Kur'anin u ka sjell dobi të mëdha, ju ka sjell bereqete të mëdha. Andaj, për ta shijuar duhet ta provosh. Provoje dhe me lejen e Zotit nuk do të zhgënjehesh. Thot Hasani radiallahu anhu, nuk ka pasuri ai që është larg Kur'anit. Pra nuk ka bereqet në pasurinë e tij ai që është larg Kur'anit, dhe nuk ka varfëri ai që është i lidhur me Kur'anin. Nuk ka varfëri ai që është i lidhur me Kur'anin. Sepse, edhe nëse je i pastrej, do të vazhdosh tutje çdo ditë ta lexosh wasbir sabran jamila. Ti Muhammed dora me një durim të bukur. Wa man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ti edhe pse je i varfër do ta lexosh, e kush ban sabër dhe është i devotshëm, Allahu s'ja hub mundin askujt. Në qoftë se je në brenga dhe në qoftë se Allah nuk të ka dhënë fëmijë, do ta lexosh çdo ditë. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dhe Zakaria kur e pyeti e luti Allah azza wa jalla, Allah mos më levet. Wa Allah mos më levet. Wa anta khairul warithin, dhe ti je më i miri që jep. Fastajabna lahu, ju kemi përgjigj atij. Ju kemi përgjigj Yunusit, ju kemi përgjigj Musës, ju kemi përgjigj Zekerias, ju kemi përgjigjur Jahjas, e shumë pejgamberëve të tjerë. Andaj, për çdo breng që keni në kësaj bote, ndonse i varfër, do ta gjesh çdo ditë ilaçin, duke lexuar Kur'anin famëmall. Në qoftë se jemi sprova të ndryshme prej humbjes së të dashurve dhe pasurisë dhe e vladit, atëherë do ta lexosh çdo ditë
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Të gjitha këto ajete kuranore do ta shtojnë durimin dhe sabrin për dëmet dhe vështirësitë që i kanë jetën e kësaj bote. Të gjitha këto nuk do t'i përkthej. Ti duhet ta mësosh Kur'anin, ta lexosh atë dhe ti kuptosh vetë në gjuhën tonë të bukur shqipe. Për ta ndjerë këtë ilaç që neve po e themi para juve. Transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë që në ditën e gjykimit Kurani vjen si shefat ndërmjetësues për lexuesit e tij. Në atë ditë kur nxehtësia është e madhe, në atë ditë kur frika i kaplon të gjithë njerëzit, në atë ditë kur do të mbetesh vetëm, do vije Kurani famëmall dhe vlera yte do të ngritet aq sa ti e lexon Kur'anin famëmall, aq sa ti ke mësuar, aq sa ti e ke lexuar atë. Andaj, paramendoje veten në buzë të greminës dhe të humnerës, të vije Kur'ani dhe të nxjerr prej kësaj gjendje. Andaj, Allahu nuk e humb mundin e atyre që punojnë. Gjithashtu, transmetohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka thënë njërën prej haditheve, Kur'ani famëmall do t'jetë dritë për ata të cilët e lexojnë. Dhe do t'jetë hujje, argument, ose proteje, ose kundërteje. Fatkeqësisht, Kur'ani do të bëhet kundër argument për një pjesë të madhe të njerëzve të cilët po e lexuan, e mësuan, por nuk punuan me të. Do t'jetë pra në anën e majt, e ju në anën e djathtë. Do t'jetë mrapa e ju përpara. E lutja më e madhe që e ka bërë pejgamberi sa dhe ne duhet ta bëjmë është: o Allah, na sjell Kur'anin përpara e ju mbrapa. Na sjell Kur'anin nga ana e djathtë e ju nga ana e majt. Bëje Kur'anin pranverë të zemrave tona dhe bëje Kur'anin argument pro nesh e ju argument kundër nesh. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, thot njëri prej dietarëve duke sjellur disa prej shembujve të fuqishëm të sahabëve se si janë lidhur me Kur'anin famëmall dhe sa e kanë respektuar atë dhe sa kanë qëndruar dhe kanë shfrytzuar kohë me të, saqë e përmend se ka pasur prej atyre që kanë kryer çdo natë nga 2 hatme, ditën dhe natën. Ka prej atyre të cilët kanë kryer çdo ditë nga 1 hatme. Ka prej atyre që gjatë muajit për çdo 10 ditë e kanë kryer nga 1 hatme. Ka prej atyre që kanë kryer për 7 ditë, ka prej atyre që kanë kryer për 5 ditë, ka prej atyre që transmetohet që kanë kryer për 3 ditë, prej atyre që kanë kryer për 1 ditë Kur'anin famëmall, e pra ajo më e larta që ka qenë është 8 herë gjatë ditës dhe natës. 4 hatme natën dhe 4 hatme ditën. Edhe pse kjo përmendje tona është e pamundshme, por në qofse meditojmë se sa që ndrojmë në rrjetet sociale, në TikTok dhe në rrjetet e tjera, sidomos ata të cilët luajnë pra lojra të ndryshme, pra të cilat janë servuar sidomos në kohën bashkëkohore si Fortnite e të ngjashme me to, atëherë padyshim që do t'i duket shumë e lehtë që të kryej edhe më shumë se sa 1 hatme brenda ditës edhe natës. Andaj shtrohet pyetja: sa jeti që je lidhur me Kur'anin? Sa qëndron në TikTok dhe sa qëndron me Kur'anin? Sa qëndron në Facebook dhe sa qëndron me Kur'anin? Sa mediton në atë që ke lexuar? Sa e praktikon nga ajo që ke lexuar? E sahabët kanë qenë që kur i ka mësuar 10 ajete kuranore, e kanë praktikuar më njëherë dhe e kanë mësuar Kur'anin për të edukuar. Sa jeti prej atyre që dëgjon Kur'anin dhe sjell edukat para njerëzve. Siç thanë, ne pari kemi mësuar imanin, pastaj kemi mësuar Kur'anin. E kur e mësuam, kur e forcuam imanin, edukatën, atëherë pastaj e mësuam edhe Kur'anin. Andaj, Kur'ani është dritë, Kur'ani është sistem, është kushtetut për gjithë neve në jetën e kësaj bote. Sa më shumë që lidhemi me Kur'anin, aq më afër Allahut, aq më e lehtë jeta, aq më stabil kundër sprovave të shumta. Sa më larg Kur'anit, jeta vështirësohet. Brengat shtohen,
distanca me Zotin është e largët. Andaj, kjo varet gjithsesi motër dhe vllai dashur prej teje. Andaj, përdore këtë ilaç. Zemra yte dhe imja është e njëllosur me mëkate. Përdore këtë ilaç, sepse këtë ilaç e përdoren shumë njerëz dhe u shëruan, edhe treguan në librat e tyre, dhe na erdhën transmetime prej gjeneratës më të mirë, sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e shëruan vetveten e tyre me librin e Allahut azza wa jall. Andaj, sa është real shërimi me Kur'an, do ta mësojmë në takimin tonë të radhës, ku do të jetë Kur'ani shërues i zemrave. Deri atëherë, e lutem Allahun për permisim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.